Shkodra po kthehet në një pikë të rëndësishme të sportit ndërkombëtar, teksa në Adriatic Tennis Park zhvillohet turneu ITF World Tennis Tour, që ka sjellë në qytete sportiste nga 53 vende të botës. Me pjesëmarrjen e mbi 130 tenistëve, ky aktivitet sportiv jo vetëm rrit nivelin e konkurrencës, por forcon edhe profilin e Shkodrës si një destinacion në rritje për turizmin sportiv. Organizimi i këtij eventi dëshmon se qyteti ka kapacitet dhe standardet e nevojshme për të pritur aktivitete ndërkombëtare. Vetë sportistët pjesëmarrës kanë vlerësuar jo vetëm kushtet dhe infrastrukturën sportive, por edhe mikpritjen, natyrën dhe atmosferën që ofron Shkodra, duke konsideruar atë një eksperiencë të veçantë përtej fushës së lojës. Moldova? Yeah, it's nice. Është shumë bukur këtu. Fushat janë shumë të mira dhe ambienti është i këndshëm. Ka shumë fusha për padel, një sport që më pëlqen shumë. Gjithçka është organizuar mirë dhe fushat me 10 kuqe, edhe ato indoor. Unë jam nga Turqia, quhem Ives, jam 16 vjeç dhe kjo është hera ime e parë në Shqipëri dhe në Shkodër. Klubi është shumë i bukur, gjithçka është e kuruar dhe njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe miqësor, edhe natyra është fantastike. Really good. I'm from Turkey too. My name is Zen. Unë jam gjithashtu nga Turqia, quhem Zen dhe jam 16 vjeç. Kjo është hera ime e parë në Shqipëri dhe mund të them që është një eksperiencë shumë e mirë. Më ka pëlqyer mikpritja, fusha dhe organizimi i turneve. Për drejtuesin e Adriatic Tennis Park në Shkodër, këto evente rrisin jo vetëm cilësinë e këtij sporti në vendin tonë, por ndikojnë edhe në turizmin sportiv në Shkodër. Është edicioni 4 që zhvillohet në Adriatic Tennis Park ITF Junior për kategorinë U18, me një pjesëmarrje shumë gjanë prej 53 shtete dhe 130 lojtarë. Shkodra Tenis në bashkëpunim me Federatën Shqiptare dhe Adriatic Tennis Park po kontribon shumë në zhvillimin e sportit tenisit, njëkohësisht po kontribon edhe në rritjen e turizmit sportiv, sidomos qytetin e Shkodrës. Brenda 2 muajve në Adriatic Tennis Park kanë ardhur 1000 sportista, trajner dhe prind. Është një pikë e rëndësishme për sportin e tenisit, por edhe për turizmin sportiv në Shkodër. Brenda 2 javëve kena edhe një Tenis Europe për kategorinë U14, që momentalisht kanë regjistruar 105 lojtarë. Shpresojmë të rrinë kjo shifër. Dhe në vazhdimsi, ne paktën një herë në muaj kena aktivitete ndërkombëtare dhe kombëtare, që është një pikë e rëndësishme për sportin e tenisit, por edhe për turizmin sportiv. Turneu ITF World Tennis Tour pritet të mbyllet me ndeshjet finale të shtunën, duke kurorzuar një tjetër event të suksesshëm sportiv për Shkodrën. Ndërkohë, gjatë muajit të ardhshëm, qyteti do të vijojë të jetë në qendër të aktiviteteve sportive dhe kulturore, me një kalendar të pasur eventesh që synojnë të tërheqin vizitor dhe të forcojnë më tej profilin e tij si një destinacion dinamik dhe mikpritës në rajon.